Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ish partneri u fejua me një vajzë të virgjër. Danja rrëfem për lidhjen e parë. Gjatë një bisede me Eglin, Danja ndau një histori personale nga e shkuara, duke treguar për një marrëdhënie që e konsideron toksike. Ajo pranoi se ishte një lidhje që në atë kohë i dukej shumë lidhje e bukur, por më vonë kuptoi se kishte qenë e dëmshme për të. Danja rrëfeu se ish partneri i saj ishte larguar papritur dhe më pas kishte mësuar se ai ishte fejuar me një vajzë të virgjër. Ajo pranoi se kaloi një periudhë të vështirë pas ndarjes, duke luftuar për 3 vite me veten për ta pranuar situatën. Unë jam 32 vjeç sot, e kam kaluar një histori dashurie shumë të madhe, në mendjen time shumë e madhe. Ajo ishte toksike. Në atë kohë ajo më dukej shumë e madhe. Isha e çmendur. Banorja shtoi gjithashtu se babai i saj mund të jetë shokuar nga përmendja e emrit të Redit në shtëpi dhe tha se do të merret me këtë çështje pas daljes nga spektakli. Në fund, Danja pranoi se i është dashur mbështetja e motrës për ta kaluar atë periudhë të vështirë.